Dashi. Sot do të ndjeni të lidhur emocionalisht me ata që ju rrethojnë dhe kjo do të sjellë një ndjenjë mbështetjeje dhe sigurie. Në punë mund të përballeni me disa sfida që kërkojnë vendime të shpejta, por intuita juaj do t'ju udhëheqë drejt zgjidhjeve të duhura. Financat mund të kërkojnë vëmendje, prandaj është koha e duhur për të rishikuar buxhetin dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të forcojë lidhjen tuaj. Mos e nënvlerësoni fuqinë e komunikimit të hapur. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të merrni pak kohë për relaksim dhe reflektim. Një shëtitje në natyrë do të ishte ideale për të rigjetur paqen e brendshme. Demi. Sot është një ditë e mirë për të forcuar lidhjet emocionale. Mund të ndjeni një nevojë të madhe për të qenë pranë njerëzve që doni. Në punë do të keni mundësinë të tregoni aftësitë tuaja dhe të bëni përshtypje pozitive. Mos hezitoni të merrni iniciativën në projekte të reja. Financat mund të kërkojnë më shumë vëmendje, prandaj bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Në aspektin emocional mund të ndjeni pak të lodhur, por një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të rigjeni energjinë. Përpiquni të qëndroni të qetë dhe të mos lejoni që situatat e vogla të ndikojnë në humorin tuaj. Kujdesi për veten është çelësi për një ditë të suksesshme. Binjakët. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale, por mundohuni të mbani qetësinë. Në punë, përqendrimi do të jetë çelësi për të përmbushur detyrat në kohë. Financat tuaja mund të kërkojnë një vëmendje shtesë, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Nëse ndjeni të ngarkuar emocionalisht, merrni kohë për veten dhe relaksohuni. Një shëtitje në natyrë ose një bisedë me një mik të besuar mund të ndihmojë shumë. Mos lejoni që tensionet e vogla të prishin humorin tuaj. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe fizik duke bërë disa ushtrime të lehta. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi qëllimet tuaja dhe për të bërë plane për të ardhmen. Gaforja. Sot mund të ndjeni paksa të shpërqendruar në punë, por mos u shqetësoni, gjithçka do të kthehet në rrugën e duhur. Në aspektin financiar, tregohuni të kujdesshëm me shpenzimet, pasi disa investime të vogla mund të dalin më të dobishme se sa mendoni. Në dashuri mund të shfaqen disa keqkuptime me partnerin, por një bisedë e hapur do t'ju ndihmojë të zgjidhni ato. Për ata që janë në kërkim të një lidhjeje të re, është një ditë e mirë për të takuar dikë të veçantë. Emocionalisht, përpiquni të mbani një qëndrim pozitiv dhe të mos lejoni që stresi t'ju pushtojë. Një shëtitje e shkurtër në natyrë mund t'ju ndihmojë të qetësoheni dhe të rifitoni energjinë. Luani. Dita e sotme sjell disa mundësi të reja në fushën e punës. Është e rëndësishme të jeni të hapur ndaj ndryshimeve dhe të tregoni fleksibilitet. Në aspektin e dashurisë, mund të ndjeni më të afërt me partnerin tuaj, ndaj shfrytëzoni këtë moment për të forcuar lidhjen tuaj. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, kështu që bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale është e qëndrueshme, por mos harroni të gjeni kohë për veten tuaj dhe të relaksoheni. Një shëtitje e shkurtër ose një aktivitet që ju pëlqen mund t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë. Mbani mend se durimi dhe qetësia janë çelësi për të kaluar një ditë produktive dhe të këndshme. Virgjëreshan. Dita e sotme sjell një energji të freskët në marrëdhëniet personale. Bëni kujdes me emocionet tuaja dhe tregohuni të hapur për të dëgjuar të tjerët. Në punë, një mundësi e papritur mund të shfaqet, prandaj qëndroni vigjilent dhe të gatshëm për ta shfrytëzuar. Financat tuaja kërkojnë vëmendje të veçantë sot, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe fokusohuni në buxhetimin e mirëfillt. Niveli juaj i energjisë mund të jetë i luhatshëm, prandaj gjeni kohë për relaks dhe meditim. Mos lejoni që streset e vogla t'ju pengojnë të shijoni momente të veçanta. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor duke bërë një shëtitje në natyrë ose duke u angazhuar në aktivitete që ju sjellin gëzim. Beshorja. Ditë me energji të përzier, ku emocionet do të jenë në qendër të vëmendjes. Në dashuri mund të ndjeni të pasigurt për një marrëdhënie ose situatë, por komunikimi i hapur do të ndihmojë në qartësimin e gjërave. Në punë, përqendrimi dhe përkushtimi janë të domosdoshme për të arritur qëllimet e javës. Mos lejoni që shqetësimet financiare t'ju prishin qetësinë, por përpiquni të menaxhoni buxhetin me kujdes. Shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për të ardhmen. Gjendja emocionale mund të jetë disi e paqëndrueshme, prandaj merrni kohë për veten dhe relaksim. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të rigjeni balancën e brendshme. Kujdesuni për shëndetin tuaj dhe mos neglizhoni pushimin. Akripi. Ditën e sotme, energjitë planetare do të ndikojnë në marrëdhëniet tuaja personale. Është një kohë e mirë për të reflektuar mbi ndjenjat dhe për të bërë një bisedë të sinqertë me partnerin.
Në punë mund të ndjeni të mbingarkuar me përgjegjësi, por mos lejoni që kjo t'ju demoralizojë. Organizimi i mirë i detyrave do t'ju ndihmojë të shmangni stresin. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për kursime afatgjata. Në aspektin emocional, përpiquni të ruani qetësinë dhe të mos reagoni në mënyrë impulsive ndaj situatave të papritura. Praktikoni durimin dhe kujdesuni për shëndetin tuaj mendor. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet relaksues do t'ju ndihmojë të gjeni paqen e brendshme. Shigjëtari. Dita e sotme do të sjellë disa sfida të vogla në marrëdhëniet tuaja personale. Mund të ndiheni të tensionuar, por komunikimi i hapur do të jetë qetësi për të shmangur keqkuptimet. Në punë mund të përballeni me situata që kërkojnë vendime të shpejta dhe të menduara mirë. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët. Financat tuaja janë relativisht stabile, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Fokusohuni në menaxhimin e buxhetit tuaj për të shmangur surpriza të pakëndshme. Gjendja emocionale mund të jetë e luhatshme, prandaj gjeni kohë për të pushuar dhe për t'u relaksuar. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet i preferuar mund të ndihmojë për të rikthyer ekuilibrin tuaj të brendshëm. Kujdesuni për veten dhe për ata që doni. Britsjabi. Sot do të ndiheni të motivuar për të ndërmarrë hapa të rinj në karrierë. Përpjekjet tuaja do të vihen re nga eprorët, duke ju sjellë mundësi të reja. Në aspektin e dashurisë, marrëdhëniet do të jenë të qeta dhe harmonike. Partneri juaj do të vlerësojë komunikimin e hapur dhe sinqeritetin tuaj. Financat do të kërkojnë pak më shumë kujdes, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Sot është një ditë e mirë për të bërë një planifikim të detajuar të buxhetit tuaj. Emocionalisht do të ndiheni të qëndrueshëm dhe të balancuar. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të ruani këtë gjendje pozitive gjatë gjithë ditës. Mos harroni të merrni kohë për veten tuaj dhe të pushoni kur është e nevojshme. Ujori. Sot do të ndiheni më të gjallëruar dhe entuziast për të realizuar planet tuaja. Në aspektin e dashurisë është një ditë ideale për të kaluar kohë cilësore me partnerin. Për ata që janë të vetëm, mund të ndodhë një takim interesant. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja dhe të bëni përshtypje pozitive. Financat janë të qëndrueshme, por bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme, por mos harroni të gjeni kohë për relaksim. Merrni frymë thellë dhe mos lejoni që stresi t'ju ndikojë. Kujdesuni për veten dhe mos nguroni të kërkoni ndihmë nëse ndiheni të mbingarkuar. Një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të freskoni mendjen. Peshqit. Sot, energjia e ditës të shtyn drejt vendimeve të rëndësishme në jetën personale. Në dashuri, mund të përballesh me disa sfida që kërkojnë durim dhe mirëkuptim. Është momenti i duhur për të komunikuar hapur me partnerin dhe për të ndarë ndjenjat e tua. Në punë mund të ndihesh i mbingarkuar me detyra, por mos harro të marrësh frymë thellë dhe të organizohesh më mirë. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme për të ruajtur balancën. Gjendja emocionale kërkon vëmendje, gjej kohë për veten dhe për të relaksuar. Një shëtitje në natyrë ose një bisedë me një mik të afërt mund të ndihmojë në qetësimin e mendjes dhe të shpirtit. Kujdesi për veten është kyç sot.